U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me linjat e tona drejt për drejta, kësaj radhe nga qyteti i Tetovës, ku në linjë të drejt për drejt gjithmonë kemi gazetarin ton Visar Sadiki, që na sjell të reja nga qyteti, por edhe nga komunat përreth. Kësaj radhe kemi gazetarin ton Visar Sadikun së bashku me kryetarin e komunës së Teacës, zotrin Daut Memishi, ku do të flasim për sfidat, si dhe për projektet, e kështu me radhë si dhe për problematikë në këtë komunë që tani më hasin, dhe këto të rejat na i sjell pikërisht Visari së bashku me kryetarin e komunës së Teacës, zotrin Daut Memishi. Shpresoj që tani më Visarin e kemi gati dhe na dëgjon. Përshëndetje Visar, për ju aty ku jeni në komunën e Teacës. Përshëndetje edhe për ju Rehan dhe gjithë shikuesit të radio televizionit të Maqenisht, ashtu siç theksuat dhe ju, çdo të martë ne lidhemi drejt për së drejti nga qyteti i Tetovës, por këtë rast jemi transferuar një ndër komunat më të zhvilluara, themi, edhe që presëm të ketë një zhvillim më të madh, siç është komuna rurale, komuna e Teacës. Tu bashkë me mua, ashtu siç e theksuat, do të jetë i pari i kësaj komune zoti Daut Memishi. Gjatë përgatitjes së intervistës se si do të funksionojë, kryesisht jemi bazuar, themi, edhe nga kërkesat e qytetarëve të cilët kanë banorët e komunës së Teacës drejtuar kryeut të kësaj komune, ndërkohë që në një video mesazh parazgjedhor kreu i komunës së tanishme, që është zoti Daut Memishi, ka theksuar se komuna e Teacës ka mbetur për vite të tëra pa zhvillim, me mungesë të ujit të pijshëm, infrastrukturë të dobët, deponi të egra të krijuara thuajse në çdo vendbanim. Do të pjesëm se cili është vizioni i tij brenda këtij 4 vjeçari, ndërkohë që ka, nëse nuk gaboj, afër 5 muaj që është në krye të kësaj komune. Zoti Dauti, faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni gjithmonë të hapur për ne si gazetar. Faleminderit edhe nga ana juaj që keni përzgjedhur që sot jem mysafiri juaj. Atëherë, si shteksuat, keni premtuar shumë, shpresoj dhe dua që ti realizoni së paku, nëse nuk themi 100%, po të realizoni dhe pjesën prekshme. Javën e kaluar nëpërmjet njoftimit keni paralajmëruar se një ndër problemet kryesore, themi, që nuk mund të funksionojë komuna është bllokimi i llogarisë së komunës. Është bllokuar apo është bllokuar? Fatkeqësisht ne vazhdojmë të jemi të bllokuar me xhirollogarinë dhe vazhdojmë punojmë, do të thotë, me xhirollogari të bllokuar. Gjë që na pamundson lëvizje normale të funksionimit të komunës së Teacës si institucion. Në mënyrë ligjore do të mundohemi deri në fund që t'i gjejmë zgjidhje sa më të shpejt, pasi që nëse do të vazhdojmë të jemi të bllokuar, afërsisht në bazë të analizave financiare që kemi bërë, do të na duhet 10 apo 12 muaj që të dalim nga ky ngërç që ka kapluar komuna e Teacës. Fatkeqësisht duhet potencoj para qytetarëve që kjo është si pasojë e qeverisjeve të kaluara nga një projekt të cilin them ashtu e kanë mashtruar kompaninë Kinse i kanë nga grandi i qeverisë, mirë po fatkeqësisht ato mjete i kanë humbur dhe procedura ka qenë nga i grand që nëse nuk i ndjek procedurat ashtu siç duhet, ti marrin mjetet dhe ti kthejnë në buxhet të qeverisë, kurse të tiron projektin ta vazhdosh dhe ta përfundosh, mirë po mjetet ku do t'i gjesh është problemi i si institucion. Dhe fatkeqësisht kjo i ka ngjarë komunës së Teacës, ka humbur një grand 30 milion denar, gjithashtu dhe vlen potencohet për gjithë qytetarët e komunës së Teacës, në veçanti për fshatrët Dobroshët dhe Nerasht, një rrugë që është asfaltuar, nuk është bërë me standarde siç duhet dhe nga 2.2 km është bërë 1.3 km, fatkeqësisht edhe ai rrugë është bërë me borxh dhe nga ai rrugë që është asfaltuar, kjo kompani na ka bllokuar neve tani në këtë moment. Edhe pse ka të drejta ligjore, Zotë Dauti, dim se me bllokimin e llogarisë normal bllokohet edhe pjesa e administratës, ndërkohë që shumë punëtorë të cilët me një numër të caktuar që punojnë këto, sigurisht se nuk do të kenë edhe rroga për shkak të kësaj situate, apo do të bëjnë një zgjidhje tjetër. Jo, fatmirësisht këtu nuk hin pagat e punonjësve të cilët janë me vendim edhe të përkohshëm edhe të përhershëm. Kjo pjesë nuk do të preket, mirë po pjesa tjetër e harxhimeve të institucionit si komunë, aty do të jemi shumë të bllokuar. Atëherë këtë vit keni paralajmëruar se buxheti i komunës së Teacës do të jetë diku në 6.700.000, afër 6.700.000 euro. Mendoni cili do të jetë projekti i cili për këtë vit 2026 do të jetë projekti i zotit Dauti i cili duhet mbahet met nga banorët? Realisht tani në muajin mars kam patur thirrje disa institucione, po ashtu edhe muajt në vazhdim disa institucione tjera do të bëjnë shpalljen e tyre publike.
Ne presim nga ata institucionet të cilët kemi aplikuar ne si komunë tani dhe kjo udhëheqësi e re, veç mas atyre projekteve të cilët janë nga granti i qeverisë, dhe unë pres disa projekte të cilët janë ndoshta jo shumë kapitale, mirë po janë shumë të nevojshme për qytetarët e komunës të Arcës, pres që ata t'i fitojmë dhe normalisht para qytetarëve do t'i prezentojmë dhe do të fillojmë t'i realizojmë. Atëherë, ku jemi të këto problemet, zhvillimi i themi njësive territoriale kundër zjarit që janë zjarë fikset, është paralemruar edhe para Arsi juaj, ka paralemruar se vendi është caktuar dhe është vendi adekuat ku duhet të vendose zjarë fiksit themi në kuadër të komunës të Tetovës, ku ka mbetur ky problem dhe ka qenë një ndër premtimet edhe i juaj para zgjedhore. Fatkeqësisht në të kaluarën vetëm është premtuar, por asgjë nuk është realizuar. Ne gati për këto 2-3 muaj punë intensive dhe insistim të vazhdueshëm se ku ta gjejmë një lokacion, pasi që fatkeqësisht lokacion të komunës së Arcës, vend të komunës së Arcës nuk ka ngelur që të kemi në shfrytëzim. Edhe ata të cilët kanë ngelur pak në shfrytëzim, ata janë disa vende të cilët janë të paurbanizuara dhe na duhet shumë kohë të cilët do duhet bëjmë projekte dhe të ndërtojmë një punëtorit themi për njësitin e zjarfiksve që do të sjellim. Ne kemi arritur një marrëveshje me vendim të Këshillit Komunal, ndoshta e keni parë dhe vendimin, është marrë vendim që të autorizojë mund të gjejë një lokacion të ri nga një privat dhe besoj që është punë ditësh, le të ngjesë surprizë për qytetarët që do të bëjnë promovimin e njësitit të zjarfiksve. Atëherë, kryesisht udhëheqësit e sektorit themi njësisë territoriale kundër zjarrit kanë theksuar se edhe nëse nuk ka duhet një participim nga ana e komunave rurale, për shkak se komuna e Tetovës është një ndër komunat themi bazë, ndërkohë që i mblon me territorin e komunat rurale. A jeni dakord që edhe të participoni nëse nuk krijohet themi njësia e zjarfiksve këtu në komunën tuaj, siç u shkrijua një vit e më shumë në komunën Zhelinës? Realisht, neve si komunë, në takon, kemi qenë në diskutim të vazhdueshëm edhe me kryetarin e komunës Tetovës dhe iniciativa dhe insistimi ati është që të bëjt disperzimin e njësiteve të zjarfiksve në komunat rurale, si që përmendet Zhelinën, Bogovinën dhe në këtë rast të Arcën. Ne jemi të autorizuar në drejtim që të gjejmë vetëm një lokacion të cilin në përket si harxhim, dhe atë lokacion vetëm se e kemi siguruar dhe brenda ditëve do të bëjmë promovimin e saj dhe do të jetë një e mirë e kakmoqshme që ka munguar për gjithë qytetarët e komunës së Arcës. Zoti Daudi, në komunën tuaj ka pasur themi një ndër problemet kryesore ka qenë deponia e egër mes fshatit Gloq dhe Dobrosht. Deponia e krijuar në vitin 2015 nga vërshimet ku komuna e të Arcës ose udhëheqësia e saj kohe caktoi një vend të përkohshëm themi, ndërkohë që mbeti një dekadë më shumë ai vend. Çka po ndodh aty, është pastruar, është rregulluar për shkak se ankesat e mëdha kanë qenë qytetarëve kryesisht që frekuentojnë këtë rrugë. Në bashkëpunim me bashkësitë vendore, do të thotë gati 2 javë ne mundohemi të japim një pamje tjetër kësaj deponie që është në fshatin Gloq dhe Dobrosht në mesin e tyre. Ati si zakonisht janë hudhur mbetjet inerte dhe për këtë kemi angazhuar kompanitë private të cilët do të duhet ta mirëmbajnë edhe në kohën në vazhdim. Në bashkëpunim me gjithë qytetarët jemi duke munduar që t'japim një hije tjetër asaj deponie. Do të na duhet edhe pak kohë pasi që një pjesë gati 60% e asaj deponie është rregulluar dhe ka një pamje shumë bukur, mund t'i merrni edhe pamjet dhe tani do të mundohemi në maksimum ta mirëmbajmë ashtu siç duhet. Për pjesën tjetër tek mbeturinat tjera, të cilët hudhen nga shtëpitë, unë do të kisha dashur t'i lutj gjithë qytetarët që të lidhin kontratë me kompaninë e cila është për momentin duke menaxhuar me mbeturinat, pasi që shumë shtëpi nuk kanë kontratë të lidhur dhe nuk kanë ku i hudhin mbeturinat, pasi që nuk kanë një lidhje kontrate që ti deponojnë diku mbeturinat, diku tjetër do t'i hudhin. Nuk duhet krijojmë mini deponi, unë këtë do ta bëjmë në bashkëpunim me gjitha bashkitë vendore dhe në veçanti të veçantë me gjithë banorët e komunës të Arcës, pasi që duhet ta kuptojnë një herë mirë që vetëm një rend dhe një disiplinë e përbashkët mes nesh si komunë dhe atyre si qytetar do të arrijmë të gjejmë zgjidhje. A ka është inspektoriati i mjedisit themi në kuadër të komunës së Arcës, i cili vërren apo shet diçka të cilat të qytetarët të cilët nuk respektojnë ligjin, për shkak se është ofruar kompania private si shtoni me menaxhimin e mbeturinave në këtë pjesë, ndërsa ato vazhdojnë edhe më tej, kanë ndonjë mekanizëm për t'i ndaluar, për t'i gjobitur nëse nuk respektojnë rregullat që i paraprakisht i ka vendosur komuna e të Arcës, për gjithë banorët. Inspektorati komunal i mjedisit, gjithashtu edhe ndërtimit, gjithmonë janë në terren edhe jashtë orarit punës, do të thotë pasi që kanë entuziazëm të madh nga gjithë administrata e komunës të Arcës që një herë për gjithmonë të vendohet një rend ashtu siç duhet. Mirë, po unë jam kundër asaj që të gjobitet
për një herë qytetari, pasi që edhe qytetari nuk ka faj nëse ne nuk i sigurojmë si komunë vend apo stafat se ku do t'i hudhën mbeturina. Do të thotë jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm, inspektorati është duke ndjekur çdo qytetar do të thotë ku hudhin mbeturina dhe mundohemi ti kanalizojmë dhe ti orientojmë aty ku duhet ti drejtojmë ti hudhin mbeturina dhe ne mundohemi ta menaxhojmë atë pjesë siç quhet deponi, pasi që edhe me ligj nuk është deponi rajonale, pasi që kemi vetëm një deponi rajonale që është Rusin. Dhe zotë Dauti, ku jemi te inspektoriati, pamë që ju keni punuar, themi për largimin e disa veturave të cilat me vite kanë qenë të parkuara në vendet publike, ndërkohë që përveç veturave të avarisura të cilat kanë qëndruar me vite, keni zhbllokuar, themi, edhe disa pjesë publike të komunës së të Arsës, të cilat janë uzurpuar, themi, nga kompani të ndryshme, ndërsa janë shthirë qytetarët. Si është bashkëpunimi me këto dhe a do vazhdoni të çlironi, themi, nga ajo që është e komunës t'i kthehet banorëve të kësaj komune? Besoni në fillim kemi hasur në probleme dhe kemi hasur në keq kuptime, pasi që e kanë marrë shumë personale, mirë po kanë arritur ta kuptojnë atë që asgjë nuk ka personale, është gjithmonë në interes të qytetarëve në bashkëpunim do të thotë me komunën si institucion, dhe në këtë drejtim nuk kemi patur shumë probleme, do të thotë kanë hasur në mirë kuptim. Në fillim kemi patur pengesa, mirë po tani e ka kuptuar qëllimin tim të drejtë dhe insistimin tim të drejtë që prona publike nuk mund të shndrohet në pronë private dhe të shfrytëzojë një individ, pasi që do të dëmtojnë 1000 apo 5.000 banorë të komunës të Arsës dhe për këtë nuk do të jem tolerant. Siç potencuohet me veturat e avarisura, ka qenë njëra ndër aksionet e para të inspektoratit të komunës së Arsës dhe normalisht se do të vazhdojmë edhe me aksionet të tjera të cilët janë edhe shumë më të mëdha se kjo e para që kemi realizuar. Mirë po hap pas hap. Unë do të bëj një pyetje ndërkohë që dihet se edhe në komunë të Tovës edhe përkundër për shkak se ka sasi të madhe themi edhe të pjesëve të ndërtimit, si qëndron puna këtu, banorët e kësaj komune, themi nga Nerashi, themi Tarca, Slatina, Dobroshqi, Glogja, e fshatrat përreth, të cilët janë kuadër komunës, marrën leje ndërtimi këta apo si shkon? Për shkak se ju thatë me dekatën është gjithë një problem në fshatin e Rashtë, të cilët nuk kanë arritur të marrën leje ndërtimi, por në fund është zgjidhur ky problem. Mund na thuash? Javën e kaluar patëm një takim me gjitha kompanitë e ndërtimit, edhe me ata të cilët janë privat që kanë bagera dhe menaxhojnë në komunën e Tarcës, dhe në formë bashkëpunimi do thotë kemi diskutuar për këtë pikë, për lejet e ndërtimit, pasi që nuk është në rregull të fillohet një shtëpi dhe në fund pastaj kur nuk arrin të plotësoj të gjitha ata procedura dhe nuk mund të marrë leje ndërtimi, pasi që tani më funksionojnë në sistem online. Por mos ta penguar qytetarin që të jetë i lirë në ndërtimin e tij, e kemi udhëzuar që në fillim të bëj procedurat ashtu siç duhet administrative në komunë dhe më pastaj të fillojmë me ndërtimin e shtëpisë. Në fshatin e Rashtë ka patur një problem, do të thotë me dekada që fatkeqësisht nuk ka patur një iniciativë për fillimin e zhbllokimit të këtij problemi. Është do të thotë lumejt të cilët kalojnë në fshatin e Rashtë, është një ligj i cili është shumë i vjetruar, nuk kanë të drejtë 50 metra në anën e gjatë dhe në anën e majtë të ndërtojnë, dhe për këtë ne kemi filluar një iniciativë me ata të cilët janë projektues, me geodet, kanë filluar matjet dhe kjo shumë shpejt do zhbllokohet për fshatin e Rashtë, të cilët do të kenë të drejtën plot të cilën do të mund të marrin leje ndërtimi, pasi që deri tani kanë pasur shumë pengesë. Ata janë shumë bashkëpunues, mirë po fatkeqësisht ka qenë problemi i institucionit komunë që nuk është zgjidhur me vite. Është një projekt i cili po vazhdon tani nga Bashkimi Europian afër 1.500.000 euro për ujësielësin themi ujitjen e fushave të komunës të Arsës. Ku është ky projekt dhe a ka ndonjë afat caktuar se ku duhet përfundoj? Faleminderit për pyetjen. Do të thotë unë të gjitha projektet të cilët kanë qenë në vazhdimsi e sipër dhe të cilët disa nuk kanë arritur të përfundojnë në kohë, unë kam insistuar dhe gati për çdo javë edhe këtë projekt të njëjtin po dalë dhe vizitoj në vend. Punohet intensivisht për këtë projekt të cilin do të marrë jetë, që themi në këtë formë. Në fund të muajit maj do të përfundoj edhe ky projekt dhe në fillim të prillit do të lëshohet në përdorim për gjithë banorët e fshatit të Arcë. Pasi nuk kemi edhe shumë kohë në pika të shkurta për pjesën e rinisë sportit, pas të shoh se në murin tuaj në Facebook keni rregulluar disa apo keni pastruar disa nga terrenet sportive të cilat ka pasur komuna e Arcës. Do të vazhdoni të krijoni edhe më të reja edhe ato ti mbani edhe këto që janë aktuale. E kemi një stadium general, të themi, për gjitha klubet që gravitojnë në komunën e Arcës dhe nga fillimi i marrëdhënieve time në komunë kemi bërë një pastrim general atij stadiumi, kemi rregulluar tribinat ku qëndrojnë tifogrupet e gjitha fshatnave të cilët kanë ekipe
që garojnë në ligën e 3 dhe në ligën e 4, dhe gjithashtu ne do të mundohemi në maksimum të imbajmë edhe tu tjetë tani në vazhdim edhe pjesët tjera të stadiumit, të cilët do të bëjmë një renovim tjetër në fillim të muajit prill dhe maj, dhe me këtë do të marrë një pamje komplet tjetër. Besoj që të gjitha ekipët të cilët kemi qenë në koordinim dhe në bashkëpunim të vazhdueshëm e kanë mirë pritur këtë, pasi që në fillim nuk kanë besuar mirë, po tani do të mundohen edhe të na ndihmojnë të kjo pjesë dhe do të ketë një pamje shumë bukur edhe për sport. Zoti Dauti e di se kemi shumë për të folur, por edhe pyetja e fundit e cila i tangon banorët e të Arcës, por edhe të gjithë është që nuk kemi një dritë fundi për çerdhen në komunën tuaj, është ndërtuar, është e rregulluar, duket në pjesën në përshef nëse nuk gaboj, kur pritet lëshohet dhe cili është problemi i cili nuk filloi, për shkak se gjithmonë thoni janë gati, cili është problemi i cili nuk arrin zgjidhet. Për hir të opinionit, duhet të sqarohemi ashtu drejt, pasi që disa portale do të thotë kjo punë është dashur të marrë jetë para 4 viteve. Dhe tani është punë muajsh që ne është e treta herë që po bëjmë kërkesën në Ministrinë e Financave, në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, pastaj Puna dhe Politika Sociale dërgon në Financa. Kemi patur disa vërejtje nga e kaluara, të cilët neve në është dashur kohë për të 3 muaj që t'i përmirësojnë, dhe besoj që kjo do të jetë themi e treta për vërteta, pasi që është hera e tretë që po bëjmë kërkesë në Ministrinë e Financave, me ka gati 5 ditë që kemi dërguar kërkesën, dhe besoj fuqishëm që këtë radhë nuk do të kthehet negativ, pasi që gjitha ata vërejtje të cilët i kemi marrë nga ana tjetër kur kthente financa negativ, ne kemi përmirësuar në vendngjarje dhe besoj që ditëve në vijim do të kemi një përgjigje pozitive nga Ministria e Financave dhe menjëherë do të fillojmë me procedurat e rregullta të cilat do duhet të shpallet konkursi dhe më pastaj të nisë të funksionalizohet. Zoti Dauti, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ritmi i ditës në televizionin shtetëror dhe shpresoj dhe dua që këta premtime që janë bërë para banorëve të komunës të Arcës edhe të realizohen. Mendoj që janë shumë pak premtime në vend të asaj që duhet kemi shumë punë që të realizojnë para qytetarëve. Faleminderit edhe një herë për ftesën dhe që ishit prezent. Atëherë, Rehan këtu bashkë me mua ishte kryeji i komunës të Arcës, Dauti Memishi, i cili në një farë forme diskutuan për ata të cilët janë problemet kryesore të banorëve të kësaj komune dhe shpresojmë dhe duam që të gjitha këto premtime që janë dhënë para qytetarëve edhe të realizohen. Ne si medium do të ndjekim hap pas hapi edhe punët e mira të kësaj komune, por edhe problemet të cilat do të paraqiten në bazë të qytetarëve do të jemi të pranishëm. Faleminderit shumë dhe bashkë shihemi javën që vjen. Faleminderit shumë Visar për gjitha këto informacione që i dhes bashku me zotrin Dauti Memishin dhe shpresojmë të gjitha këto problemet të kenë një zgjidhje sa më të shpejtë dhe komuna të jetë ashtu siç duhet. Ju faleminderit nga këtu, ne ju përshëndesim nga studioja e jon.